Moikka kaikille! Edellisissa videoissa me harjoittelimme ensimmäisen ja toisen verbityypin taivuttamista. Ja tässä videossa me opiskelemme kolmannen verbityypin taivuttamista. Përshëndetje të gjithëve, në videot e kaluara kemi mësuar për konjugimin e verbit të parë dhe verbit të dytë, do të thotë për lakimin e verbeve. Dhe në këtë video do të mësojmë për konjugimin e verbit të tretë. Le të fillojmë. Fillimisht do të mësojmë se si ta identifikojmë verbin e tretë prej verbeve të tjera. Do të thotë, nëse në verb, brenda verbit është la, le, do të thotë i ka 4 forma që i merr. Verbi i tretë do të thotë i ka 4 forma se si mundu me identifikue. Prej secilit verb do të thotë do të me hiq 2 shkronja, përveç në verbin pesta që do të me hiq 3 shkronja, tanaj vjen se. Për shembull, olla verbi. Mas pari, nëse dojna olla verbi vjen të jish. Olla verbi, këto është perosmuoto, do më forma bazë. Mas pari e bojna la poj, sigur këto që e kom shkru, do më thonë pe këtyne 4 formave, i ka la, le, do më kjo është një formë, la, le, sa është la pa pika edhe le me pika, kjo është një formë. La, le, do të me bo pojs, kur dojna me zgjëdho këtë verb, ensin kjo kom shkru pojsta, la, le, një, na, ne, 2, ra, re, 3, ja, do më thonë kjo është e funit, sta, ste. Do të thotë këtu ka përjashtim, se është verbi pesta, do të thotë sta jet pojs, largot edhe jet vesh për e. Edhe e shtojnë ata naj se që ku mbo këtu, do më thonë sta, ste, pojs, bojna këtu pojs, edhe këtu pojs, do të thotë, edhe këtu vjen se, për shembull pesta, bot, pese. Dhe të vazhdojna njerë me verbin olla, ta na e vina vazhdim që ku mbo edhe këtu me shqegjit për pur, do të thotë për secilin verb. Olla verbi, do të thotë mina ollen, mas pari është olla, l edhe a, jet posh, bot përveç o l. Pastaj do më pe krejt këtyne verbeve, kur të jikum la, le, si në këtë rast olla, do të me shtu e. Do të thotë olla, mina ollen, o, l, e, tanaj kjo është do më thonë persona pete, mbaresen do më thonë që e morëm kur më pyetje mina, sina, unë, ti, hen, aj, ajo, me, ne, te, ju, e, ata ose ato. Për shembull, mina ollen, kjo është prezent, unë jam, mina ollen, për shembull, mina ollen koulussa. Sina ollet, si shpeshini e merr te, sina ollet, për shembull, nëse jenë punë, sina ollet töissä. Missä sinä olet? Minä, sinä voit sanoa, ti mundesh me thonë, minä olen töissä. Unë jam në punë. Hen, do të thotë, hen edhe he, këtu janë 2 përjashtime, do të thotë që janë pak më ndryshe se këto tjerat. Për shembull, nëse është mina, sina, me edhe te, janë më të ngjashme, do të thonë mina ollen, sina ollet, me ollen me, te ollet te. Por kur është hen, gjithë bëhet on, për shembull, hen on, për shembull koulussa, ai mundet me konë në shkollë, për shembull. Mundet me konë dhe atëherë themi hen on koulussa, ai është në shkollë. Me ollen me kirjastossa, ne jemi në bibliotekë. Te olette autossa, ju jeni në vetur, ja he ovat tulossa, ata janë duke ardhur. Do të thotë, me verbin olla, gjithmonë është sa. Do të thonë, kur bojna pyetje, për shembull, missä sinä olet? Olen autossa, olen töissä, olen në rast se jena në shtëpi, mundu me thonë na, për shembull, olen kotona. Po nëse jenë vanta, banon vanta, mundesh me thonë mina olen vantalla. Do të thotë, mundet me konë sa, mundet me konë na, edhe mundet me konë la, varet prej vendodhjes. Mina olen, une jam, sina olet, ti je, hen
ai ose ajo është, me ole me, ne jemi, te ole te, ju jeni, ja he ovat. Kjo ishte për verbin olla. Vazhdojna me verbin tulla, të vesh. Edhe kjo është i njëjti, domethënë sikur këtu që bo kjo pojs la, edhe këtu la bëhet pojs edhe jetë vesh tull. Gjithmonë domethënë mas verbit tull që jetë, që hiket la, e shtojna një e bëhet tulle, edhe persona pete, domethënë bram e merr mbarese, en për mua, te për ty, e për ato domethënë, me për ne, te për ju, ja vat për ata ose ato. Për shembull, tulla verbi, të vesh. Mina tullen. Pyetja domethënë bëhet mihin. Mista sina tullet, për shembull, mista sina tullet. Mina tullen töysta. Mista sina tullet. Mina tullen töysta. Mina tullen koulusta. Mistä sinä tulet? Minä tulen koulusta. Sinä tulet, do të thotë ti vjen. Minä tulen, unë vi, sinä tulet, ti vjen. Hen tule, do të thotë është me dy eja, hen tule, ai ose ajo vjen. Për shembull, hen tule tanne, ai vjen këtu. Me tulem me, ne vim, te tulete, ju vini, edhe he tullevat. Edhe një sqarim këtu verbe, domethënë për të gjitha verbet, në kohën finlandeze, domethënë koha prezente e ka domethënë kuptimin për prezent që jetor, domethënë mina tullem, unë vi, po edhe mundet me konë edhe për tarmen, domethënë tullevajsu ta varten. Përdoret edhe për tullevajsu ta varten, për tarmen. Kjo ishte domethënë mina tullen, unë vi, sina tullet, ti vjen, hen tulle, ai vjen. Pyetja e këtij verbi, për shembull olla verbi, pyetja ishte misa, për shembull misa ollet, ashtu me radhë. Për verbin tulla është mista, kysymys. Pyetja është mista. Mista ollet kotojsin Kosovosta. Mista ollet tullossa. Nëse është, për shembull, ardhja, domethënë është momentalisht të ndodhur. Ollen tullossa töysta, domethënë juri nyt bashkë që tash është të ndodhur, për shembull veprimi. Mina tullen töysta, unë vi nga puna. Sina tullet töysta. Për shembull, nëse thonë mina tullen, e ka kuptimin unë vi, po edhe do të vi. Do të thonë dyjat mundën me pas kuptimin edhe për tarmen edhe për prezentin. Hem tulle, ai vi, do të thonë ai vjen, me tulle me ne vim, te tulle te, ju do të vini, he tullevat. Do të thotë mos e harroni, verbi tulla e ka do të thonë në pyetjen kysymys sana, tulla verbin kysymys sana on mista. Kjo ishte kaq për verbin tulla. Tu kena verbin menne, të shkosh. Do të thotë, edhe kjo menne, na, do të thonë bëhet pojs, largohet edhe jetë vesh men. Edhe këtu shtohet e, mene. Edhe këtu do të thonë persona pete, vjen mbaresa. Për shembull, mina menen kotin. Pyetja e këtij verbi mene është mihin. Shembull, mihin sina menet. Mina menen kotin, mina menen koulu. Perus moto, mina menen koulun, esimerkiksi mina menen kaupa, mina menen kaupan, do të thotë në bazë të pyetjes, ti do të me kuptu se çka po të vetë domethënë në pyetje. Për shembull, nëse dikush të vetë mihin sina menet, nëse je të shku për shembull unë dyqan, unë është me thonë mina menen kaupan, unë po shkoj në dyqan. Por nëse je të shkue, do të thot me një vend si kursi që është, se mund është me thonë, e njëjta pyetje është mihin, por mund është me thonë mina menen kursin le, për shembull Vanta. Nëse shkon në Vanta, je për shembull Helsinki, edhe shkon në Vanta, unë të pyes ty, mihin sina menet. Sina vojt vasata, ti mund është më përgjigj me thonë, mina menen Vantalle, do
thot le, sikur tamperelle, rovaniemelle, hyvinkalle, janine dhe edhe kështu me radhë. Do thot mena verbi, mina menen. Mihin sina menet, mina menen të hin, mina menen kaupan, mina menen kirjaston, e kështu me radhë. Do të thot mina menen, unë shkoj. Sina menet, ti shkon. Do të thot ku po shkon, pyetja e këtij verbi mene, ku po shkon, do të thot është mihin. Jo misa, se normal gjuhën tone, sikur do von ku je, sikur ku po shkon, misa ku dyat e kanë kuptimin njëjtë. Po gjuhën finlandeze, misa është kur je me një vend që nuk lëviz. Do të thot misa ollet je me një vend që je ato. Po nëse je në lëvizje që shkon prej dikushit dikun tjetër, do të thot është mihin. Po nëse vjen prej një vendi tjetër, e këto është mista, do të thot misa, olla verbi, mista, pulla verbi, edhe do të thonë mihin mene verbi. Si në këtë radhë, do të thonë, unë e pyes për shembull, mihin ollet menosa, ose mihin sina menet, mina menen kaupan, mita tekeman, mina menen kaupan, ostaman, jotajnë syetave. Për shembull, unë shkoj në market për të blerë diçka me ngrënë. Sina menet ti shkon, mihin sina menet kirjaston, mita tekeman, lajnaman yhden kirjan. Sina menet kirjaston, lajnaman yhden kirjan. Të shkon në bibliotekë për ta huazuar një libër. Hen mene ai shkon, do të thotë kjo si shpeshini mene, hen mene të hin jo kapajva. Ai shkon në punë. Mihin hen mene të hin. Me, mene me, do thot me, mene me, si shpesheni trupi është mene, në të gjitha format, pastaj e merr do von mbaresen, en për mua, te për ty, double e bën për ajo sa jo hen, edhe me për ne, te e për ju, edhe vat për ata. Si shpesheni do von këtu është me pika vet, për arsye se edhe vet verbi ka orë me pika, kjo do von vokali me harmonia. Thot me, mene me, ne shkojmë, te, mene te, ju shkoni, he, mene vat. Ata ose ato shkojnë. Kalojnë atë verbi pesta. Do të thot, verbi pesta, këtu është do më thonë, normal, hiken veç dy mënyra të shpjegimit e ka ky verb. Mënyra e parë e shpjegimit, që që shpjegojnë do më thonë edhe të tjerët, është që e bojnë mu bo pos veç ta, edhe këtu jetë pes. Edhe shtohet e, sikur ke edhe këtu tjerat. Veç ta largohet, për shembull sikur këtu la, le, na, ne, edhe këtu është ta. Për shembull, e bojna ta, pese, mina, pesen. Këtu unë e kum bo sta, e kum nënvizuar nër fjali, do bon nër verb, e kum shkru sta, trijet e kum bo me nënvizim. Për çfarë arsye? Se ka dhe tjera verbe që jenë me ta, masa ne mund e mjë përzije. Për këtë arsye kum bo sta. Unë e shpjegoj kështu që do bon pe, jet, edhe sta largohet. Edhe këtu është të nëse, që kum bo këtu. Shembull, poista largoja sta ste, cila do që kjo është, se mundet me kom pa pika, mundet me kom me pika, kjo verb ka orë me pika, do më bon me vokali harmonia. E largon sta, edhe këtu jet se. Ta na i vjen kjo, do më thonë mbaresa. Pesta, jet veç pe, edhe e shton se. Mina pesen, unë shemu pastroj, sina peset, ti pastron, do të thot ti e kryen veprimin. Hen pese, a i pastron, për shembull. Mina pesen auton, do të thot komplet një veturën e lartë, do të thot auton, kur themi është një veturë. Mina pesen auton, do të thot prezent pozitiv, unë pastroj një veturë. Sina peset, ty e vate, do të thonë ti i pastron rrobat e punës. Hen pese, për shembull, lattiat, ai pastron dyshemin. Me pesemme, ne pastrojmë tallon, për shembull, ne pastrojmë shtëpinë. Te pesete, kadet, për shembull, ti, ata, do të thonë te, ju, te pesete kadet, ju i pastroni duart. He
50 këtu peshin në nuk ka 50 watt, po është 50 me e me pika he, 50 watt autonsa. Për shembull ata lojnë veturën e tyre. Do thotë kjo është sa i përket verbit pesta. Siç e shpjegova, besoj ta kuptoni. Kemi verbin purra, do thotë të kafshosh. Për shembull, mina purren, unë kafshoj. Siç bëhet domethënë edhe shpjegimi i këtij verbi, do thotë ra largohet, dy shkronjat e fundit largohen, pe këtyre verbit numër kolme, e bojna pojs, edhe këtu jetë purr. Edhe këtu shkona vet e kun të tjerat, po purre. Edhe mbaresa pranore, do thotë shtu këtu, mina purren. Për shembull, Sina purret, unë kafshoj. Sina purret, ti kafshon hen, purre ai ose ajo kafshon, do thotë kjo nuk ka, siç e kam shpjeguar në videot e kaluara, nuk ka domethënë zanore, domethënë shkruan që e merr me vete sikur të tjerat, po e bën double të fundit, sido që të jetë ajo. Çfarë do shkruan në qytesh, e bën double, pa pas në verbin numër 2 kur është syjo, ju, jetë ashtu si është. Hen purre, për shembull, mundet me kon kojra. Në vend hen, vend tati, ajo se ajo, mundet me kon kojra. Për shembull, kojra purre llasta. Për shembull, qeni kafshon fëmijën, ose për shembull, mundet me kon kojra purre palloa. Për shembull, qeni kafshon topin. Vazhdojna me purren me ne kafshojmë. Domethënë pyetja e këtij verbi, se nuk e shpjegova në fillim, pyetja e këtij verbi është mita. Mita sina purret. Për shembull kjo e para ke misa, olla verbi misa, tulla verbi ke mista, mena verbi ke min, pesta verbi është min ka sina peset. Për shembull nëse lëm komplet veturën, min ka sina peset, mina pesen auton, është një veturë plot. Për shembull, ose mita sina 8, mundet me kon pyetja mita sina 8, mina pesen auton. Do më partitivi. Edhe në këtë rast domethënë është partitivi. Mita sina purret, çfarë kafshon, ose mita kojra purre, çfarë kafshon qeni. Këtu domethënë purra e ka verbin partitivi, domethënë mita. Domethënë pyetja e këtij verbi kur të pyetësh dikon me këtë verb është mita. Shembull, mina purren, unë kafshoj, sina purret, ti kafshon, hen purre, ai ose ajo kafshon, me purren me, ne kafshojmë, te purret te, ju kafshoni, he purrevat. Do thotë ata ose ato kafshojnë. Kjo është sa përket verbit purra. Domthonë këtu e kemi një përjashtim të verbit, në krahasim me verbet e tij, domthonë me krahasim me format e verbit numër 3, kjo është pak më e veçantë, juosta, që do të thotë të vraposh. Do të thotë të vraposh. Këtu domthonë fshihet sta, edhe jetë veç juo. Edhe këtu domthonë, masi që është për shembull, që kam shpjegu këtu, është pojkos, është përjashtim, domthonë ky verb do të më mësu përmenç, se është pak më përjashtim. Këto do të më ditë me zgjedhë. Për shembull, këtu është të vraposh, juosta, po kur thu unë e vrapoj, nuk thu mina juosen, sikur pesen, mina pesen, nuk mundesh me thonë mina juosen, po do të me thonë, do të me bo kse, sikur rakenus, rakenuksen, për shembull. I takon qasoj forme edhe ky verbi. Juosta është, sta e bojna pojs, edhe jetë vesh juo. Edhe do më këtu e shtojna edhe kse, plus, do më thonë, e shtojna e bojna kse. Kse, do më kjo trupi e verbit, anë në fund vjen persona petet, juo, kse. Mina, juo ksen, unë vrapoj. Sina, juo kset, ti vrapon. Hen, juo kse, ajo sa jo vrapon, do më thonë. Pyetja e këtij verbi është mita hen teke, shembull, ose mund me pyet edhe misa hen juokse, hen juokse, për shembull kadulla, hen juokse metsasa, varet pe vendit ku vrapon. Për shembull nëse vrapon unë në rrugë, themi kadulla, ose është në rrugë. Po nëse vrapon shembull në puiston, në park, themi hen juokse puistosa, jo ka amu, ai vrapon në park çdo mëngjes.
Hen do të thotë mina juo ksen, sina juo kset, ti vrapon. Do të thotë mina juo ksen, unë vrapoj, sina juo kset, ti vrapon. Hen juo kse, do të thotë i bën qysh peshenin se cilën verb, i bë dy, do të thonë shkronja këtu, u kon i bë dy. Si shto është edhe kjo forma e këtij verbit juosta. Hen juokse ai vrapon, joka amu. Hen juokse, joka amu, ai vrapon çdo mëngjes. Me juoksemme, ne vrapojmë. Te juoksette, te ju vraponi. Edhe he juoksevat, do të thotë këtu është pa pika qysh pesheni. Pse? Se i takon etu vokalit. Do të thonë etu vokalit janë ato vokalet, do të thonë a, o, u, kur janë pa pika. Nëse fillon verbi me ato pa pika, do të thonë edhe mbarimi, edhe shtesa çka vinë edhe ajat, edhe ojat, edhe ujat. Do të thonë këtë çka vinë se uja nuk merr pika, po ajat edhe ojat vinë do të thonë pa pika. Qysh ka ardhur këtu për shembull he, juoksevat, ata ose ato vrapojnë. Do të thotë kjo ishte e tëra sa i përket verbit numër kolme, foljes numër